Unë sonte nuk do të flasë për programin e tij të shkëlqyer, sepse ai do ta shpjegoj vetë në takimet me ju, por po flasë për zotimet e mia si kryeministër dhe bashkëpartiak i Hajrullah Qekut. Me hajron kryetar në kohë rekorde do të japim mbështetjen për unazën e jashtme të qytetit dhe puna do të filloj brenda pak muajsh, sepse nuk e durojmë dot më bllokimin. Me hajron kryetar e me vetëvendosjen qeverisje lokale, para vitit 2030 Prishtina do të jetë kryeqytet model për rajonin i pajisur me stadiume, palestra, salla sporti, pishina dhe objekte të tjera sportive e kulturore, gati për të pritur një event gjigant siç janë lojrat mesdhetare. Me hajron për një Prishtinë së cilës ja kthejmë krenarin, barazin, funksionimin, zhvillimin. Andaj e ftoj këtu pranë meje e para jush kryetarin e arshëm të kryeqytetit Hajrullah Qekun.